Do të shkojmë tek sporti i futbollit dhe për dorëzuar këtë çmim unë kam kënaqësinë të ftoj një prej ish futbollistëve të vllaznisë dhe të kombëtarës shqiptare, Suad Licin. I cili natyrisht vazhdon ta tregoj pasionin e tij duke e ndjekur vllaznin hapasapi dhe njëkohësisht duke parë se si talentet e reja i shtohen Shkodrës. Një i tillë është edhe emri që do të vlerësohet sonte. Është një sulmues që premton për të ardhmen, pasi ai ka firmosur tashmë edhe një kontratë profesioniste me ekipin e vllaznisë. Është kënaqësi që në nduar trokitjet tuaja të mirpresim Xhesit Kaplanaj. Me mbrëma të gjithëve, në radhë të parë një urim për organizatorët, është kënaqësia molle të dhuroj titullin talentit të arshëm të sulmit shkodran dhe të ekipit kombëtar, që besoj Kaplani do të na nderoj ashtu siç na ka nderuar. Shembullin më të mirë i ka në përditshmërinë e tij, siç është Balaj, një tezin në shembullin e Salit, aq më tepër edhe të Ulqenusit Sinani, që e ka dhe në staf. Shpresoj që do t'jetë mas balës, do t'jetë ardhma e sportit shkodran. Mirëmbrëma të gjithëve, ndeshta të falenderoj trajnerët dhe shokët e ekipit për mbështetjen e tyre. Gjithashtu deshta të falenderoj familjen për krahjen dhe mbështetjen e tyre që më kanë dhënë ton kohën, edhe këtë çmim ja dedikoj familjes.